Dëgjoj, po funksionon, nuk mundet me kthy popullit në 100%, do thotë që ja ka dhënë votën, po Kosova, themun, po funksionon. Përshëndetje Miru. Mirë. Kush po e dëmton më shumë shtetin, shteti apo na vetë populli? Po unë mendoj që gjithmonë, kjo është një pyetje do të paqen sepse gjithmonë ne e dëmtojmë shtetin ose e përparojmë. Prandaj mendoj që ne banorët edhe shtetasit me një farë mënyre jemi ata që do të lavdrohemi edhe për të mirat, po duhet të marrim përgjegjësinë edhe për dëmtimet, për të këqijat. Po te sipas teje qytetarët po e dëmtojnë, a jena na vetë faktorët kryesor që po ja japën përkrahjen shtetit, edhe po dëmtohet shteti, nuk po funksionon shteti. Dëgjoj, ju po bëni disa pyetje filozofike, po në rregull është ajo, sepse shteti o diçka tjetër, shteti mundohet për të mirën tonë. Ne jemi banor, jemi shtetas, jemi qytetar, jetojmë në fshat, jetojmë në vendin tonë, në Kosovën tonë, të pavarur, dhe që po zhvillohet ditë a ditë më tepër e më tepër, por normalisht problemet politike janë në gjitha shtetet, në shtetet më të zhvilluara. Unë kam jetuar edhe jashtë, edhe unë jam gazetar si ju, kam qenë, tash nuk jam, po edhe atje ku kam jetuar, shteti zhvilluar, antar i Bashkimit Evropian, antar i NATO-s, megjithatë kanë probleme, janë të pakënaqur grupe, do të zhvillohemi në këtë drejtim, jo do të zhvillohemi në këtë drejtim. Kështu që këto janë të zakonshme edhe në rregull është që nuk ka, si themun, pajtueshmëri 100%, se nuk ekziston. Pa po funksionon shteti, qysh pe përkrah popullit? Dëgjoj, po funksionon, nuk mundet me kthy popullit në 100%, do thotë që ja ka dhënë votën, po Kosova, themun, po funksionon. Do thotë njihet nga shumë shtete, pavarësia e Kosovës njihet nga shumë shtete të Bashkimit Evropian dhe në mbar botës, njihet nga shtetet më të mëdha, e të më të fuqishme, më të zhvilluara ekonomikisht, Shtetet e Bashkuara. Kështu që edhe diaspora jonë, duhet ta përmendim gjithmonë, nuk do të harrojmë edhe diasporën tonë e cila luan rol të jashtëzakonshëm në aspektin e afirmimit të shqiptarëve të Kosovës. Kuptoni, sepse në çdo vend të Bashkimit Evropian dhe në Amerikë, edhe në Britani, ku shqiptarët punojnë, shqiptarët e Kosovës, ka fjalë të mira për ta. A do të shqiptarët e diasporës hinë edhe të përzihen edhe gjatë fushatave, gjatë zgjedhjeve këtu në Kosovë të marrin pjesë? Patjetër, po pastaj të votimi, unë them megjithatë, do të votojmë ne që jemi këtu dhe jetojmë këtu. Apo kuptoni? Duhet me votu na si qytetarë që jemi të jetu në Kosovë. Po ata, organizimi i jashtëm që bëhet në ambasadat e Kosovës, atje njerëzit që banojnë, jetojnë në Gjermani, shkojnë në ambasadat Kosovës, edhe në për konzulata ndryshme votojnë. Këtë aspekt nuk kanë probleme, sepse po shoh që diskursin publik, diskutimet e publikut, diskutimin në gazetat, diskutimin edhe pse s'kemi gazetën, vjen keq. Pastaj kisha pas dëshirë që t'i kthehemi edhe kësaj teme. Ne themi jo pse s'po na njehni edhe neve diasporës, po të gjithë ata, edhe ata mund votojnë në për ambasadat tonë.